sepse ne nuk jemi budallaj i lagjes. Shqipëria i ka të gjitha ato që i duen. Dhe ajo që sot i duhet shtuar këtyre gjithave është guximi për të ndërruar më fort, është guximi për të guxuar më shumë dhe është kurajoja për të përballuar prurje të tilla investimesh me të cilat ne nuk kemi mësuar. Tani, a ka njeri këtu dhe a ka shqiptar që mendon me mendjen e vet që nuk e ka kuptuar akoma që gjithë kjo lemeri në gjuhë huaja, në mbështetje të protestës, është projektimi i një lufte politike që nuk është lufta jonë, i një lufte ideologjike që nuk është lufta e Shqipërisë, i një përplasje mes të mëdhenj që nuk është fare puna jonë. Nëse do t'ishte bota kaq e ndjeshme dhe nëse deri dhe senatorët e minjorë amerikan do kishin në zemër zogjt dhe plazhet e Shqipërisë, do kishin thënë ndonjë fjalë për rjollin. Apo jo? Asnjë fjalë. Këtu fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për flamingot, këtu fjala nuk është për turizmin, këtu fjala nuk është për mjedisin, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuar. Tani, çfarë kanë të tjerët me presidentin e Shtetit Bashkuara nuk mund ta importojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk mund të përdorin shqiptarët si mish për top. Nuk mund t'i përdorin shqiptarët që shqiptarët i dalin kundër vetes, t'i dalin kundër të ardhmes, t'i dalin kundër rrugëve të rritjes mirëqenies. Nuk duam ne turizëm elitar, se turizmi elitar nuk është për ne. Se turizmi elitar është për ata që kanë shumë lek. Dhe ne nuk shkojmë dot të kemi akses në këto rezorte. E kundërta është e vërtet. Ne na duhet sa më shumë turizëm elitar, sepse çdo lek që vjen është gati 2 fishi. Për çdo lek që vjen, për çdo euro që vjen, është gati 2 euro ajo që futet në ekonominë e komunitetit dhe të vendit. Sepse ata që vinë në këto zhvillime vinë me shumë para dhe sjellin pak trafik, sjellin pak mbetje, sjellin pak stres të përgjithshëm. Turizmi i masës ka qenë i shkëlqyer sepse është bërë ambasadori i jashtëzakonshëm i Shqipërisë që sot flitet në të gjitha gjuhët e botës. Por Shqipëria nuk mund të mbetet me turizmin e masës. Dhe Shqipëria nuk mund të mbetet mbrapa as Greqisë, e jo më Malizit dhe tjerëve, dhe Shqipëria nuk është e thirrur të shpiki rrotën, por Shqipëria është e thirrur vetëm që të hapi portën. Shqipëria është vendi që ka disa bekime. Bekime që i detyrohen të parëve tanë. I detyrohet të parëve tanë bekimi i mikpritjes, i besës, i shtëpisë shqiptarit që është e Zotit dhe e mikut. I detyrohet gjyshërve tanë bekimi i një vendi kaq të vogël, mbase shumë herë më i varfër se vendi më i varfër i Europës dhe luftën e dytë botërore, i cili u bë fari që shkëlqeu në atë errësirë ku vende shumë më të mëdha, shumë më të pasura i dorëzuan e brejt. Gjyshrit tanë nuk e bën këtë. Dhe historia e shqiptarëve është historia e njerëzve që për te i feve kanë
zot respektin për tjetrin, respektin për mikun, respektin për ato që është nevojë, respektin për ato që është rrezik. Dhe ishin muslimanët shqiptarë në radhë parë që u bën mburoja e breve. Dhe kjo është dhe arsyeja sot që Shqipëria do ta mbajë me shumë krenari atë lidhje që vjen nga historia dhe atë bekim të qenit vendi ku pavarësisht etnive, pavarësisht feve, gjithkush ndjen në shtëpinë e vet, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Sot ne kemi arritur të jemi miq të shkëlqyer edhe me Izraelin, edhe me ata që janë përballë Izraelit, me vendet e Gjirit, me Arabinë Saudite, me Katarin, edhe me Turqinë, ndërkohë që Emiratat janë më pranë Izraelit. Tani, çfarë do bëjmë ne? Cili është djalli që po tenton të hyjë në mes nesh? Cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurris diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë? Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe, sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e thithur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku dy investitorët kryesor janë dy musliman, dy vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme? Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. Apo se dhëndri i presidentit të Shtetet Bashkuara është hebre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillok dynjas, ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël për të bërë kashillokje të tilla dhe duhet jemi mjaft të mençur që ne të na duan që të gjithë dhe me të gjithë ata që duhet, ne t'i kemi marrëdhëniet vllazërore, miqësore, strategjike. Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu. Kjo është një protest bio. Protesta e atyre që janë shqetësuar për Zvërnecin është bio. Natyrisht. Por ajo që bëjnë vendet të cilat futen armiqësisht në trupin e një vendi tjetër është pikërisht shfrytëzimi i protestave bio, i mërzive, i sekëlldive, i shqetësimeve, i alarmeve bio. Dhe pastaj e din ata si çfarë bëjnë. Se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Jo se kemi zgjedhur ne ta bëjmë armik, po se ka tentuar të na shkatrojë të gjithë investimin që kemi bërë për infrastrukturën digjitale, është Republika Komeiniste e Iranit. Dhe duhet jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik. Shqip. Dhe ndërkohë nuk është e rëndësishme se sa shumë ka lidhje të drejt për drejta një armik që futet përmes rrjeteve digjitale dhe tenton të bëjë çorap vendin tënd. Nuk është si fijet që priten, por është se si dikush tjetër shfrytëzon ty, shfrytëzon sinqeritetin tënd për ta bërë çorap vendin tënd. Dhe
ana tjetër, si shpjegohet që është hedhur përpjet gjithë dynjaja që ka të bëjë me turizmin në Greqi? Si shpjegohet kjo? Jo qeveria greke, jo politika greke. Gjithë dynjaja. Sepse jemi futur në teritorin e një konkurrence të ashpër dhe një konkurrence me ata që kanë vite që e zotrojnë këtë treg. Dhe ne kemi një zgjedhje shumë të qartë. O do pranojmë që do të rrim mbrapa, o do të vendosim që do të ecim për të kaluar në ligën e tyre përfundimisht. O do pranojmë që ndërkohë që Greqia, Malizi, Kroacia, Slovenia dhe të tjerët patjetër do t'i ofrojnë mikpritje dhe do t'ju marrin lekët atyre që janë më të pasur, ndërsa ne do jemi vendi ku do vinë me bukë me vete turistët, ose do vendosim që ne do të bëhemi për këtë zonë si që është Dubai në kuptimin e atraksionit për lidhjen e mesme. Jo në kuptimin e formës, po të atraksionit. Si do bëjmë ne? Për herë të parë, një kompani që ka hotelin më të famshëm të botës, i cili është vendosur në Dubai, ka pranuar të konsiderojë kërkesën për të ardhur në Europë dhe ka pranuar të vijë në Zvërnec. Do t'i themi jo, mos hajde ti se ne kemi frikë. Ne kemi frikë të ndrojmë, ne kemi frikë të zhvillohemi, ne kemi frikë të rritemi, ne kemi frikë të pasurojmë popullin tonë. Po me qarë do të bëjnë mirëqenien këta patriotët që nuk shesin Shqipërinë me dëmek? Me qarë? Do shesin flamuj, do shesin qeleshe, do shesin qifteli, qarë do shesin këta? Apo do shesin Shqiponja? Prandaj biqtemi, ne jemi Partia Socialiste, taksirati i të qenit i madh është që duhet përballesh me të gjitha errat, me të gjitha stuhit, me të gjitha dallgët, me të gjitha pengesat, dhe ne jemi bërë shumë të mëdhenj, jemi bërë shumë të fortë, jemi bërë shumë të pathyeshëm për të na pranuar kështu siç jemi. Por përgjigjja jonë është ne jemi këta që jemi. Nuk kemi ndërmend të bëhemi ata që nuk i duhen dreqit. Ne jemi këtu për Shqipërinë dhe Shqipëria 2030-s do t'jetë në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030-s do t'jetë vendi për të cilin ne të gjithë do t'jemi krenar. Ju falenderoj shumë dhe mos e harroni asnjëherë. Jini ambicios, ëndrroni, guxoni, besoni dhe vazhdoni përpara.